Rikthehemi në pjesën e fundit. Jam shumë komode me veten, po thoshte Genta në këtë moment. Një rimel, një laps mjafton. Është paqe me veten për sa i përket familjes dhe po themi nuk i jep aq shumë rëndësi dhe vlerë së jashtmi më tepër së brendshmi? Sigurisht që po, domethënë pjesa e brendshme është tjetër gjë, por atë ma vlerësojnë të tjerët, nuk mund ta them unë dot për veten time pjesën, domethënë për të brendshme. Por ajo çfarë mund të bësh një vlerësim, por i jep më shumë kohë. Ajo çfarë ndjem vërtet shumë rehat me veten time dhe atë po thoja. Mbas lënies të thinjave, domethënë që të ri në naturalitetin tim, kam ndryshuar shumë gjëra në veten time. Në qoftë se kur kam qenë bjonde, detyrohesha të mos dilja nga shtëpia pa u lyer, sepse vetë bjondja të jep atë ngjyrën e zbektë dhe dukeshe gjithmonë sikur po të mos lyeshe. Ndërsa sot jam shumë më praktike. Më mjafton vetëm një laps i zi, një penel dhe domethënë një rimel në sy dhe jam okay me veten. Por kam ndryshuar te kjo që nëse përpara tentoja të vishja ngjyrat e theksuara, dizenjot e mëdha me lule, me gjëra. Tash më kam ndryshuar komplet garderobën, jam kthyer te këto tonalitetet, tek ngjyrat pastel, tek ngjyrat e qeta. Në qoftë se do përdor dizenjo, do jem dizenjot shumë të vogla, minimaliste, pak a shumë. Kam krijuar atë paletën e ngjyrave që përdor dhe nuk dal jashtë atyre ngjyrave, domethënë lëviz tek nuancat e bluz, bërqellit, të rozës, të ngjyrës uthullës, tek ngjyra e ullirit, domethënë aty ngjyrat që të kontrastojnë me flokët. Ngjyra kamel që i thon ose ngjyra qasjet të tjerëve ndaj teje kanë ndryshuar? Po, në shumë raste e shikoj që po, domethënë prezantimi i parë tek njerëzit që nuk më njohin, thjesht momenti i parë janë pak më të komunikueshëm dhe më të afrueshëm, pasi tinjat e bëjnë këtë që të japin pasi më shumë atë jo mençurin po ta thuash, po eksperjenca, figura e jetës, domethënë eksperjenca të bën që tjetri të pranoj pak më ndryshe dhe ndryshimin ose mos pranimin shumë herë e kam parë tek moshat e rritura, tek femrat e rritura, kur pyetja e parë që më thon, po pse si lyen flokët dhe i ke lënë kështu. Dhe ju them, okay, është dëshira ime. Domethënë nuk mundem, ashtu sikurse edhe unë nuk mund të paragjykoj dot një të moshuar që mund të jenë 80 vjeçë dhe ka flokët stertë të zeza dhe ka filluar të dalë ajo viza e thinjave. Pra në çdo rast gjithkush e pranon veten e vet dhe ndihet shumë mirë. Por akoma ne kemi këtë mentalitetin që direkt vëmë re të gjërat e tjetrit dhe ja vëmë në dukje mbas edhe pa takt. Pa marr parasysh a do t'i pëlqej një vërejtje e tillë tjetrit apo jo, sepse është zgjedhja. Dhe shumë herë këtë kam gjetur, më pëlqejnë dhe kam investuar. Dhe kjo tregon që unë kam shumë eksperiencë jete përpara, jam lodhur t'i krijoj këto rrugëtinja, u them atyre. Jam lodhur t'i krijoj, nuk mundem dot t'i heq tani dhe i dashuroj thinjat e mia. Më pëlqejnë domethënë thinjat e mia. Mirë, është një mendoj që telefonatën, më falni, vetëm një moment. Alo? Alo? Nuk e dëgjojmë, në rregull. Elda, më falni. Do shtoja në fakt që gjatë gjithë komunikimit me Gentën, tani në studio, ajo që ka karakterizon më shumë se gjithçka një grua e cila pranon thinjat e saj, madje ekspozon, mendoj që e karakterizon vetbesimi. Genta ka një vetbesim të pamat, të cilën unë mendoj që çdo grua duhet ta ketë në jetë. Dhe të pranosh thinjën tënde, do të thotë që ti ke hequr të gjitha stigmat e tua, ke hequr të gjithë frikrat e tua, ti e ke pranuar veten komplet, të tërën, ashtu siç ti je. Telefonata, po. Alo, përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Po. Dua të flas pak me Katerinën në televizor. Po, unë jam. Direkt kaloni në transmetim. Po, më thuaj. Po. Përshëndetje të gjitha aty në studio. Përshëndetje. Respekte për të gjitha ato zonjat aty. Flas nga Fieri, jam 63 vjeçë dhe nuk i kam lyer asnjëherë flokët. Përse nuk i ke lyer asnjëherë flokët? Nuk i kam lyer se ndjehem komod me flokët, nuk kam shumë thinja dhe përdor një përzierje që e hedh gjithmonë mbas dushit. Përzjej gjese dafine, rozmarin, sherebel, disa gjese qepe, i zjej, i kulloj dhe i ruaj në frigorifer dhe në momentin që bëj banjë laj kokën, e hedh këtë në fund fare. Dhe ajo në një farë mënyre më ushqim flokun dhe më mbulon thinjat. Interesante, e bukur. Nëse ka këtë. E ka këtë vetit. Falenderoj shumë që e ndave këtë recetë me ne.
Faleminderit dhe juve, Përshëndetje, na kënaqet me këto tema, mirupafshim. Faleminderit. Alketa, qëndron deri diku kjo ruajtje e të paktën e një lloj ndalimi, po themi daljes së thinjave, apo është genetike, si mendon? Ne nuk mund ta Mund të bëjmë me ndalim. vitaminat ndoshta? Jo, thinjën neve nuk mund ta ndalim, sigurisht që nuk mund ta ndalim. Nëse thinja vjen si një proces normal, i shënjuar që në ADN-n e gjithë secilit, ne nuk mund të bëjmë asnjë gjë për ta ndalur apo për ta ndryshuar. Ajo çfarë ne mund të bëjmë është që ne të modulojmë përshpejtimin e daljes së thinjave, duke moduluar faktorët e jashtëm. Pasi, siç dihet ajo që Liza, ajo melanociti që prodhon këtë ngjyrë natyrale të flokut, në fund të ditës është një qelizë e gjallë. Nëse ne kujdesemi për atë, ajo do të jetojë më gjatë, po e shpjegoj thjesht. Po patjetër. Dhe nëse ne i ushtrohemi faktorëve ambiental të dëmshëm, sigurisht që plakja qelizore e të gjithë organizmit, po ashtu dhe e qelizave që prodhojnë melaninën e flokut do të vijë më shpejt. Kështu që po të shohësh dhe po të futesh të kërkosh në internet, i shikon që vitaminat të ndryshme mund të sjellin. Nuk duhet kanalizuar në këtë mënyrë. Unë nuk do të ndalesha tek vitamina specifike, sepse neve japim një mesazh të gabuar, që nëse ti do të përdorësh vitaminën B12 për shembull apo C, ti do të thinjesh më avash. Nuk jam me këtë. Unë jam me ushqyerjen e shëndetshme, unë jam me sigurisht që pirja e duhanit të nxit stresin oksidativ edhe dëmton këtë qelizat prodhuese të disa modulime të thjeshta që na ndihmojnë. Ju falenderoj shumë për bisedën. Ishte shumë interesante që kaluam për këtë bashkë. Faleminderit gjithëve, kërkoj ndjes që kuicin e kam zhvilluar sot, në vend që ta bëja nesër, sepse unë e dija që ishte e njëjtë sot. Mendje tha. Takojmë nesër prapë.